Të nderuar shikues, përshëndetje, do jemi së bashku në edicionin informativ këtu në ekranin e kanalit 7, ku ndër të tjera do të ndiqni. Kryeministri Rama deklaron se shteti do të hyjë në tregun e karburanteve për të mbrojtur konsumatorët, qeveria do kompensojë transportin urban për naftën. Debatin e gjyqit ndaj Erion Veliajt, mbrojtja deklaron se kryebashkiaku po lexon ende dosje në qeli, ndërsa prokuroria e quan strategji për zvarritjen e procesit. Një 14 vjeçar nga Vlora merr makinën e nënës së tij dhe nuk i bindet urdhrit për të ndaluar. Adoleshenti përplas automjetet e policisë dhe plagos 2 efektiv. Vjojmë gjërësisht me lajmet. Njësia 4 në Tiranë ishte ndalesa e radhës e kryeministrit Edi Rama në kuadër të turit Punët për Shqipërinë. Duke marrë shkas nga shtrëngtimi i naftës, ai përsëriti se qeveria do të hyjë në treg me kompani shtetërore. Rama u shpreh i bindur se Partia Socialiste do të jetë fituese në zgjedhjet e ardhshme lokale. Një kompani shtetërore për karburante, sipas kryeministrit Edi Rama, do të ngrihet për të mbrojtur konsumatorët. Në një takim me strukturat e njësisë 4, kreu i qeverisë u shpreh se qytetarët nuk do të detyrohen të paguajnë çmime, të cilat nuk do të mund t'i përballonin. Do të hyjmë për të garantuar që qytetarët, konsumatorët tanë të karburanteve nuk detyrohen të paguajnë më shumë se sa që takon. Dhe për të siguruar që rezerva dhe prandaj edhe kjo është një koincidencë, sepse ligji për rezervën strategjike që duhet mbajë shteti, ligji i ri është në procesin e konsultimit, pra është bërë përpara. Përballë simpatizantëve të Partisë Socialiste, Rama u shpreh se një ndër sukseset e qeverisë që drejton mbetet reforma në drejtësi. Kjo duhet bërë me patjetër, i ka ardhur koha, në një mënyrë ose një tjetër ne do ta bëjmë. Por ne duhet ta vendosim aty dhe duhet ta shpalosim si qëllim që ne duam të pavarësojmë drejtsinë në Shqipëri, e cila nuk ka qenë kurrë e pavarur qysh nga dita e parë e themelimit të shtetit shqiptar në 1912. Teksa pranoi se socialistët kanë nisur me takimet për zgjedhjet e ardhshme lokale, Rama u shpreh optimist se rezultati do të jetë në favorin e PS-s. Ne fitojmë sepse jemi forca më e madhe dhe forca më e organizuar në këtë vend. Ne fitojmë sepse ne jemi një parti politike e cila asnjëherë nuk ka folur vetëm me veten në gjithë këtë periudhë, qysh se ne morëm mandatin e parë, po gjithmonë është përpjekur që të flasi me njerëzit dhe të kuptojë njerëzit. Gjithashtu, kryeministri theksoi dyfishimin e shpërblimit për prindërit e fëmijëve me aftësi të veçanta. Ndërkohë, qeveria njoftoi këtë të mërkurë se transporti urban do të subvencionohet që kostot e rritjes së çmimit të karburanteve të mos bien mbi qytetarët. Ditët e fundit, shoqatat e transportit kanë paralajmëruar se do të reduktojnë flotën e autobuseve nëse nuk merren masa. Qeveria po shikon si mundësi subvencionet për transportin urban, në mënyrë që të mos ndërpritet shërbimi për qytetarët. Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë, Enea Karakaçi, pas mbledhjes së Këshillit të Ministrave, theksoi se do të shqyrtojnë çdo propozim të dhënë nga shoqata e transportit, në mënyrë që të mos preken qytetarët. Ne e dim që gjatë vitit 2022 janë marrë disa akte subvencioni për sa i përket shoqatave të transportit interurban dhe urban. Një element i tillë po diskutohet përsëri, pavarësisht se jemi akoma në fillimet e veta, kur e kemi miratuar në vitin 2022 e kemi miratuar mas disa muajsh, çmimi ishte rritur dhe në nivel shumë më të lartë se ç'është aktualisht, por hyn ndër ato elemente që ne jemi duke i marrë konsiderat bashkë edhe me propozime tjera. Mëtej, ministri Bujqësisë Andi Salla sqaroi dhe çështjen e karburanteve për fermerët, teksa u shpreh se qeveria ka një skemë rimbursimi, i cila i kthen mbrapsht 10% të kostos së shpenzimeve.
Vlera cilën ne kemi akorduar pik 5.2 miliard lekë këtë vit pranë AZBR-s për mbështetje ndaj fermerëve është në konceptin për të ulë koston dhe ne kemi bërë një proces gjithëpërfshirës që të gjithë fermerët të angazhohen dhe të jenë pjesë e kësaj pakete, duke aplikuar, duke përfituar dhe duke pasur parasysh dhe masat dhe aplikimet e cilët ne kemi vendosur si mas dëgjesave të cilët kemi bërë nga fermerët. Dhe kjo është një paket gjithëpërfshirëse ku mund të them që 10% i faturimit që ata kryen sot është një vlerë shumë herë më e madhe. Ministri i Ekonomisë Delina Ibrahimaj bëri me dije se është krijuar portofoli digjital, i cili mundson administratës kryerjen e shërbimeve pa dokumente në letër. Rreth 9.000 zonës të klasave të 4-ta dhe të 5. Oligopolet, sipas kreu demokrat Sali Berisha, janë shtrirë në të gjithë sektorët ekonomik të vendit, duke sjellë rritjen e çmimeve. Për pasojë, tha Berisha, opozita duhet të bëjë një luftë frontale në mbrojtje të interesit të qytetarëve. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha shfrytëzoi mbledhjen e grupit parlamentar për të lajmëruar se aksioni i opozitës në kuvend do të fokusohet tek betejë kundër oligopoleve. Sipas Berishës, oligopolet janë sot problemi më i madh në tregun shqiptar. Me të drejtë jemi ndalur tek oligopoli i hidrokarburëve, i naftës, por në tregun shqiptar nuk është ky i vetmi oligopol. Oligopol në tregun shqiptar është dhe kafshata. Oligopol është sheqeri, është mishi. Oligopolet janë mumuthët e tregut. Sipas Berishës, oligopolet janë arsyeja pse shqiptarët paguajnë sot më shtrenjtë, jo vetëm nafton, por edhe ushqimet. Pse rritën çmimet në Shqipëri si në asnjë vend tjetër? Pse Shqipëria me fuqinë blerëse më të ulët në rajon ka çmime më të larta se mesatarja e Bashkimit Evropian? Aktualisht problem madhor është nafta, se është impreft, por po kaq problem është kafshata, sheqeri, orizi, mishi, të gjitha këto janë oligopole. Berisha deklaroi se këto biznese imponojnë qeverisë në kurizë të qytetarëve. Oligopolet në Shqipëri nga një analizë arrin një veprimtari antitreg, antiqytetar. Kjo sepse peshojnë në kandar dhe blejnë me lecka nga Edi Rama e poshtë. Në mbledhjen e grupit, kryetari PD-s shpjegoi se kjo betejë nuk është kundër biznesit, por opozita do të bëjë gjithçka që të mbrojë qytetarët. Përjashtimi nga partia i dy mbështetësve të Ervin Salianit është kundërshtuar nga demokratët e Durrësit. Ata protestuan sot në selinë e Partisë Demokratike në Tiranë, duke thënë se vendimi është i padrejtë. Rreth 30 demokratë të Durrësit erdhën sot në selinë e Partisë Demokratike për të protestuar kundër përjashtimit të dy anëtarëve, Dritan Burgia dhe Arlind Bosh, ku ata depozituar një ankesë zyrtare në PD e për mediat hodhën poshtë akuzat e kryetarit Sali Berisha se kanë bashkëpunuar me Partinë Socialiste. Sot jam këtu përpara jush për të marrë shpjegime dhe për të kërkuar dinjitetin tim. Nuk është çështje pozicionesh, por është çështje dinjiteti. Në kërkesë kam shtjelluar që çdo rresht i vendimit është antistatutor, kam kërkuar ballafaqim me leadershipin këtu. Asnjë prej drejtuesve të PD-s nuk i takoi demokratë të Durrësit, as sekretari i përgjithshëm Flamur Noka, i cili doli nga selia në kohën që ata po komunikonin me media. Në përfundim të konferencës me gazetarët, grupimi i demokratëve dorëzoi ankesën dhe u larguan. Dritan Burgia dhe Arlind Bosh, ku përjashtuan nga Partia Demokratike pak ditë më parë, pasi sipas sekretarit të përgjithshëm Flamur Noka kanë bashkëpunuar me Partinë Socialiste. Të dy demokratët kanë marrë pjesë në takimet e Ervin Salianit e janë mbështetës të tij. Aventura me makinë në një adoleshenti nga Vlora përfundoi me plagosjen e dy punonjësve të policisë. I mituri 14 vjeçar që kishte marrë automjetin e nënës së tij nuk u bin urdhrit për të ndaluar, madje goditi edhe efektivët pasi u përplas me makinat e policisë. Një i mitur 14 vjeçar dhe një bashkëmoshatar i tij janë bërë protagonistë të një ngjarje të rëndë në qytetin e Vlorës. Ata po udhëtonin me shpejtësi nëpër qytet me një makinë, duke goditur disa automjete gjatë lëvizjes. Përpasoj adoleshentët janë vënë në ndjekje nga patrullat e policisë së rendit dhe asaj rrugore.
Pavarësisht se shërbimet e policisë kanë bërë me shenjë për ndalimin, 14 vjeçari nuk është bindur, por ka rritur shpejtësinë dhe ka tentuar të godasë shërbimet e policisë me automjetin e tij. Pas disa minutash ndjekjeje në vendin e quajtur Kinoteatri, një tjetër patrull policia u ka bërë sërish shenjë për ndalim, por i mituri ka vijuar lëvizjen dhe ka goditur automjetin e policisë, duke shkaktuar plagosjen e 2 efektiveve në detyrë. Me pas 14 vjeçari ka braktisur automjetin dhe ka tentuar të largohet me vrap, por është shkapur dhe vendosur në pranga. 2 punonjësit e policisë të dëmtuar morën ndihmën mjekësore në spitalin e Vlorës dhe ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Automjeti që drejtonte i mituri u bllokua, ndërsa pronarët e makinës, nënës së adoleshentit, ju pëzëllua leje drejtimit dhe ju vendos gjob. Gjyqin dhe kryebashkiakut të arrestuar të Tiranës Erion Velia është zhvilluar mes debatesh të forta. Pala Mbrojtës argumentoi se Velia i mungoi në seancë për shkak se po lexon dosjen voluminoze në burg, por prokurori e konsideroi këtë një strategji për të zvarritur procesin. Gjatë procesit gjyqësor për dosjen Velia i pati debate të forta. Mbrojtja dhe akuza u përballën në gjykatën e posaçme pas kërkesës për shtyrjen e seancës. I pandeuri kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj nuk ishte i pranishëm në sallë, sepse sipas avokatit të tij Plarent Ndreca, po lexon ende dosjen në qeli. Por prokurori Olzda do e quajti këtë një justifikim të Erion Veliajt për të shtyrë sa më shumë procesin. Kemi 8 muaj që nuk arrim do të futemi në proces ligjor. Kjo është qartazi një strategji për të zvarritur procesin. Është sjellja e Erion Veliaj dhe avokatit të tij. Kërkesën për ndarje të çështjes ndaj Fatmir Bektashit që kërkon avokati Sogol Hazizaj e shikojmë të pabazuar në ligj. Ndërkaq, brenda dhe jashtë seancës, Ndreca shpreu gatishmërinë të mbrojturit prej tij, Veliajt, për të marrë pjesë në proces, por gjithmonë kur fjala është për një seancë të përligjur juridikisht. Zoti Veliaj është i vendosur për të mbrojtur çështjen e tij, për nxjerrë të vërtetën para qytetarëve të cilët e kanë votuar për 3 mandate me radhë. Kështu që nuk ka asnjë strategji, sepse akoma nuk është njohur me dosën. Ai vazhdon të lexojë me një ritëm prej 200-300 faqesh në ditë dosën, po siç ju e kuptoni, është një dosje shumë voluminoze. Megjithatë, seanca e tretë gjyqësore e dosjes Veliaj ishte e destinuar të shtyhej, kjo për shkak se avokati Artan Simoni nuk ishte i pranishëm. Në këto kushte palët do të përballen sërish të premte në gjykatën antikorrupsion. Kryetari i Bashkisë së Tiranës akuzohet për korrupsion pasiv në 13 episode të ndryshme, për pastrim parash, shpërdorim detyre dhe mos deklarim të ardhurash në bashkëpunim. Sipas organit të akuzës, ai shfrytëzoi postën e qytetarit të parë të kryeqytetit për të krijuar kushte gruas së tij përmes një skeme korruptive të ndërlikuar. Disa persona janë arrestuar nga forcat e policisë në Shkodër, Shijak dhe Fushkruj. Gjatë kontrolleve ata janë gjetur me armë, municione si dhe me lëndë narkotike. Një 59 vjeçar është arrestuar nga policia në Shijak pasi në banesën e tij u gjetën armë dhe municione të cilat ai do t'i shiste më pas. 2 pistoleta, 3 armë gjahu, municion luftarak, armë të ftohta, sende të kundërligjshme dhe 24 doza kokainë dhe 6 celular u zbulua në banesën e Shkëlqim Varakut. Nga hetimet rezulton se ai ka marrë armët dhe municionet me qëllim shitjen, po në Shijak. Ndërkohë në Shkodër ka rënë në pranga një 23 vjeçar që kishte në banesë armë zjarri, armë sportive si dhe thika dhe po ashtu shiste lëndë narkotike. Aleksandër Mihilli u kap në flagrancë gjatë natës me doza kokaine dhe kanabisi dhe më pas nga kontrolli në banesë ju gjetën edhe armët. Edhe në Fushkruj, pas një kontrolli në ambientet e një lokali është arrestuar pronari Admirant Stafuka si dhe Andi Xhafa pasi u gjet një armë zjarri. Të nderuar shikues, është gjithçka e përgatitur edhe për këtë edicion informativ. Bashkë ndajemi këtu, natën e mirë.